Shekull Islam Ibn Taymija rahimahullah e potencon këtë kur fol për veçoritë e dietarëve dhe të ehlus sunetit në përgjithësi, do të thonë pasuesve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Taymija, sa u përket pasuesve të sunetit dhe hadithit, nuk dihet se dikush nga dietarët apo njerëzit e mirë prej tyre ti ketë lënë fjalët dhe bindjet e veta. Të tjerët, do më thonë dietarët prej të tjerëve, qofshin religione tjera, qofshin grupacione tjera që nuk janë prej ehli sunetit, shumë prej tyre kthehen apo i ndrojnë mendimet. Sot mendon kështu, nesër ashtu. Është për qëllim çështjet bazike, do më thonë të fesë, çështjet e akides, besimit. Ndërsa tek dietarët e ehli sunetit nuk ka ndodhur kjo gjë. Asnjëri prej dietarëve të mëdhej të ehli sunetit dhe asnjëri prej ibadetxhive të mëdhej të ehli sunetit, adhuruesve të mëdhej të ehli sunetit, nuk është kthyer nga qëndrimi të cilin e ka pas, nga mendimi të cilin e ka pas dhe nga bindjet e veta të cilat i ka pas. Ka qenë i qëndrueshëm në këto. Andaj kjo është cilësia e ehli sunetit. Stabilitetin atë që e ka pas. Dhe shumë prej sahabëve më herët i kanë këshilluar njerëzit dhe ju kanë thënë iyake wat talawun, ke kujdes nga ndryshimi i ngjyrave. Sot mendon diçka, nesër diçka. Sot e beson këtë, nesër e beson atë. Mas nesër beson diçka tjetër. Kjo nuk është veçoria e ehlus sunetit. Veçoria e ehlus sunetit është ath-thabat, qëndrueshmëria në fen e vërtet, qëndrueshmëria në të vërtetën. Dhe kjo fjalë e Ibn Taymijes rreth realitetit të ehlus sunetit na bën me dije se për të qenë njeriu i qëndrueshëm në rrugën e drejtë, duhet që rrugtimi i tij në këtë rrugë të jetë stabil. Ehlus suneti a është rastësisht pse ehlus suneti kanë qenë më të qëndrueshëm se të tjerët në këtë rrugë, edhe pse sprovat kanë qenë të mëdha, telashet kanë qenë të mëdha, peripecit kanë qenë të mëdha, shumë herë janë burgosur, siç i ka ndodhur vetë thënësit kësaj fjale Ibn Taymijes, po edhe para, edhe pas, imamet e ehlus sunetit shumë herë, do më thonë, kanë pas telashet mëdhoja, sprovat mëdhoja. Mirë po, asesi nuk i kanë lënë qëndrimet dhe bindjet dhe besimet e tyre. A thua, pse ka ndodhur kjo mu tek ehlus suneti? Pse këta kanë qenë më të qëndrueshëm? Sepse rrugtimi i tyre ka qenë në baza të shëndosha. Mjeti i udhëtimit të tyre në këtë rrugën e drejtë ka qenë i sakt, ka qenë i fuqishëm, ka qenë original. Andaj edhe rrugtimi ka ecë, ka vazhdu, nuk është ndërpry.